Po duroj, po s'kemi shumë kohë Floris dhe mos në televizion. Partia Demokratike në zonën ku unë kam qenë kandidat, ka bërë një lojë ku ju thoshte që shiko, me qënë se ti nuk dojnë votu mu, votoj Eltonin, po voto Partinë Demokratike. Po pse se keni bërë ju këtë lojë për shembull? Me heq vota PD-s? Po tani, a e theti që patronazhist ka edhe PD-ja dhe PS-ja, kështu që... Po më patjetër ka punëtor partie, patjetër. Nuk ka se... Po dakord pra, po tani ata... Po ju, pse se keni bërë këtë punë ju? Pse nuk keni thënë megjithëse voton mua, voton mua si emër, po jepja PD-s po duash? Që ti heqësh vota PD-s? E kishin si skem, po them që... Po pse se ke ti si skem këtë? Elton, pse nuk e ke ti skem? Betejën e kemi me Edi Ramën. Po nuk bëhet shumë llogaria, Elton. Absolutisht pra, nuk e kemi me jemi vjetër me këtë punë, Elton. Nuk bëhet nuk llogaritet kështu. Le që unë dyshoj janë 15000 herë ato një herë. Nuk as vetëm mendja kur të jem 15000, nga 50000 të keni 15000 ju, kjo nuk ndodh një herë, as nga ana matematikore. E dyta, mos e merr çdo gjë që del. Domethënë, populizmi, edhe një herë, populizmi është smundje. Populizmi është smundje, është smundje vdekjeprurse për një subjekt politik. Edhe ju qofse me gjithë dashamirësinë që kam, qofse doni që të hecni edhe të bëni tamam parti politike, do të hiqni dorë nga populizmi. Populizmi është smundje. Populizmi këtu. Ja pra që thu 15.000 vota që atë pavlefshme janë të mijat. Edhe logarit, kam 64 dhe 15, 128. Nuk bëhet kështu logaria. Bëhet aj sa ke në gjep. Po Indrida, të mlesh që të flasë. Po, dakord, se je në vështirësi. Po, duhet ta, Elton, pyetja e Gretës ishte më shumë të drejtë. Opozita tha, a duhet të ishte bashkë në mënyrë që betejën ta keni përballë qeverisë. Ne nuk e kemi betejën besoj mes njëri tjetrit dhe s'duhet ta kemi. Pra unë mendoj që s'duhet jetë betejë mes opozitës, duhet jetë betejë me Edi Ramën. Dhe duke qenë se kemi dhe zgjedhjet lokale përpara, unë mendoj që ky gabim që u bën në këto zgjedhje dhe shumë mandate u humbën pikërisht nga mos pasja një fronti të gjerë opozitar, mendoj që ky është moment për të pas një bashkim të gjerë, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mundet që t'jemi alternativë qeverisëse, mundet që patjetër t'i dalim përballë Ramës.